Maqedonia e Veriut këtë vit ka humbur 275.000 metër kub dru nga zjarret në pyje. Drejtori i pyjeve kombëtare Zdravko Trajanov tha se nga rreth 160 zjarre janë ndjegur mbi 17.000 hektar sipërfaqe pyjore në territorin e të gjithë shtetit. Ова година до моментот имаме некаде регистрирано околу 167 шумски пожари. И тука мора да се направи јасна дистинкција дека ние водиме статистички анализи само за пожарите кои се настанати во рамки на шумски површини. При тоа опфатена е површина од 17.422 хектари и за жал изгубена е дрвна маса од 275.000 метри кубни. Trajanov nënvizoi se situata do të ndiqet në teren ku një pjesë e druve do të hiqen nga sipërfaqet e djegura, ndërsa pjesa tjetër nëse ka kushte do të mbillet. Krahasuar me vitin e kaluar, situata ka qenë më e mirë, nënvizoi ai, ndërsa njoftoi se sipas statistikave nga viti 2000 e këtej, në Maqedoninë e Veriut zjarret i kanë ndjegur rreth 270.000 hektar sipërfaqe pyjore. Ние водиме статистички показатели колку површина е опожарена. При тоа мора да кажеме дека такви статистики имаме од 2000 година наваму и таа бројка ја имам пред мене. Досега од 2000 година досега имаме некаде 5386 пожари. Изгубена е условно површина од 270.000 хектара. Megjithatë, ai sqaroi se kjo nuk llogaritet humbje sipërfaqeve përgjithmonë pasi, siç tha, natyra vetë regjenerohet, pra një pjesë e pyjeve ripërtrihen vetë.